Iblisi i mallkuar përdor 6 mënyra për të depërtuar në zemrën tënde, e cila duhet të jetë e lidhur vetëm me Zotin. Duhet i njohësh këto, që të kujdesesh dhe të gjykosh se deri ku ka arritur shejtani në luftën kundër teje. E nëse ke arritur në grade të larta, atëherë ti je bërë armiku i përbetuar i Iblisit. E para, shejtani të thotë, bëhu mosbesimtar. Nëse ai e arrin këtë qëllim, rehatohet dhe nuk brengoset më as pak për ty. E dyta, nëse shpëton nga mashtrimi i parë, atëherë ai ta zbukuron bidatin, risin në fe, qoftë ajo fjalë ose vepër, që të mendosh se je në hak, në të vërtetën, e të harrosh se çdo bidat është lajthitje, kurse çdo lajthitje të çon në zjarr. E treta, nëse shpëton nga e para dhe e dyta, kalon në mënyrën e tretë, duke u munduar të shtyjë të bësh ndonjë mëkat të madh. Por mëkati që bëhet, lahet me pendim dhe kërkim faljeje. Kjo, sepse dietarët kanë thënë, nuk ka mëkat të vogël nëse insistohet në atë mëkat, dhe nuk ka mëkat të madh nëse kërkohet falje për atë mëkat. E katërta, nëse shpëton prej këtyre, ai mundohet të çojë në ndonjë mëkat të vogël, mëkat të cilin e bën në çdo kohë dhe gjatë tërë kohës, saqë kjo të zvoglon të mirat dhe të ul gradën në xhenet. Por me pendim, me lejen e Allahut, falen edhe mëkatet e vogla. E pesta, nëse pendohesh nga të gjitha këto gabime dhe mëkate, ti konsiderohesh njeri me grada të larta tek Iblisi, e atëherë mundohet në mënyrën e pestë, duke të angazhuar me vepra që kanë më pak shpërblim se ato që kanë më shumë. Për shembull, fillon e preokupohesh me largimin e pengesave nga rruga, edhe pse kjo gjë është një pjesë e besimit, mirë po nuk është nga ato vepra që kanë shpërblimin më të madh. E gjashta, nëse shpëton prej të gjitha këtyre kurtheve të tij, atëherë ai përdor mënyrën më të vështirë dhe më të fuqishme, nga e cila nuk kanë shpëtuar as pejgamberët, të vërsuret familja, të afërmit dhe ata që janë përreth teje, duke të ofenduar e nënçmuar dhe të dëmtojnë. Pyet e veten, ku është grada jote para Iblisit të mallkuar? Allahu na ruajt nga kurthet e tij.